Biblioteka Publike e Durrësit hapi sot dyert për promovimin e studimit shkencor Historia e novelës grafike dhe e karikaturës e autorit Olsen Gripshi. Pas një pune voluminoze 6 vjeçare, Gripshi sjell në duart e lexuesve një botim të parin në llojin e tij, dedikuar pikërisht novelës grafike dhe karikaturës, që pavarësisht se në tregun e botimeve lëvrohen prej më se 8 dekadash, pak ose as pak dihet për historikun e tyre. Në botimin mbi 400 faqe, Gripshi sjell një ekspoze të plotë që nga piknisja dhe deri në ditët tona të evoluimit të novelës grafike dhe karikaturës dhe emrat e mëdhenj të artit shqiptar që i lëvruan këto dy zhanre të artit pamor. Rrugtimi ka nisur në këtë prizëm për të gjurmuar autorët më të mirë. Ka qenë një befasi gjatë kësaj rruge, sepse për të vërtetës të gjithë autorët për cilët unë kam trajtuar në këtë botim, i kam njohur si piktor, si emra të rëndësishëm të pikturës shqiptare, por kam kuptuar që kanë kaluar në këtë filtrin e novelës grafike dhe të karikaturës dhe kjo ka qenë një befasi shumë e këndshme. Do doja të theksoj që autorët më të rëndësishëm dhe themelues të kësaj rryme, këtij zhanri artistik, është Nabander, sepse vjen nga Shijaku, është Agim Faja dhe Safo Marko. Në sallën qendrore të bibliotekës, nxënësit e shkollave dhe mësuesit e tyre patën mundësi që krahas promovimit të studimit shkencor, të shihnin nga afër shumë nga revistat e dikurshme për fëmijë dhe të rritur, si Yllkat, Fatosi, Hosteni, Ylli e të tjerë, ku ilustrimet shumë ngjyrshe zinin vendin kryesor. Për njerëzit e letrave dhe të artit, ky botim mbart vlera të mëdha. Ky studim, i cili është i pari në llojin e tij, është shumë i rëndësishëm pasi çdo historik në vetvete, i çfarëdo lloji institucioni apo i çfarëdo lloj zhanri që i përket, ka rëndësinë e vet sepse na kthen mbrapa në ato hapa në të cilat është hecur për të arritur deri këtu ku jemi. Është një vlerë e shtuar jo vetëm për Durrësin. Faleminderit. Shumë suksese, shumë faleminderit, është shumë interesante dhe e nevojshme. Në faqet e botimit voluminoz të Gripshit, zë një vend të veçantë dhe historiku i zhvillimit të novelës grafike dhe karikaturës në botë. Në këtë mënyrë lexuesi i kujdesshëm merr një informacion të zgjeruar dhe të gjithanshëm për këto dy zhanre shumë pak të njohura deri më tani.